Mirë, tashmë jemi në informacionet cilat janë mjaft informuese, duhet themi, dhe edukuese nga ana tjetër, sepse na shërbejnë për ditur pak më shumë për rregullat e reja, të cilat janë për lëvizjet kryesisht në Bashkimin Evropian. Ka rregulla të reja të cilat janë vendosur dhe tashmë do të na njohë më shumë Esido Barka, i cilin e kemi në një komunikim të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes Esido. Mirëmëngjes Esido. Mirëmëngjes Flori dhe Brekena, pikërisht ashtu siç e thatë dhe ju, ditën e sotme për me datën 10 prill hyn në fuqi plotësisht rregullat e reja sa i takon udhëtimit që qytetarët shqiptar pra do të udhëtojnë drejt 29 vendeve të cilët i përkasin zonës Schengen. Në fakt, aplikimi i këtyre rregullave të reja ka nisur që në fund të vitit të kaluar, duke zbatuar le të themi provizorisht të paktën për disa qytetarë, por me datën 10, pra duke filluar nga data sotme, të gjithë qytetarët që do të udhëtojnë në zonën Schengen do të përballen le të themi me rregullat e reja në hyrje dhe në dalje të sistemit të ri për të zonës Schengen. Konkretisht ka qenë dhe vetë Ministria e Jashtme, e cila ditën e ndjeshme në fakt përmes një njoftimi ka lajmëruar qytetarët shqiptar se mund të ketë vonesa gjatë udhëtimit të tyre, konkretisht në aeroportet, në portet, por dhe në pikat kufitare toksore, duke i lajmëruar që të marrin masa, që të nisën le të themi pak më herët për shkak sepse mund të ketë vonesa. Bëhet fjalë që vonesat mund të shkaktohen pikërisht në vendin e tyre të mbërritjes pra në zonën Schengen, pasi këto rregullat e reja nuk do të jenë të aplikueshme në pikat kufitare shqiptare, pra në zonën e Rinasit apo në pikat e tjera kufitare. Bëhet fjalë vetëm për në zonën Schengen. Të paktën Ministria e Jashtme dhe ditën e djeshme i ka bërë thirrje që qytetarët pra do të përballen me rregullat e reja, pra nuk do të jetë më e nevojshme vulosja e pasaportës, por do të jetë le të themi regjistrimi biometrik i tyre, duke dhënë të dhënat e pasaportës, fotografia e fytyrës, por dhe gjurmët e gishtërimve. Megjithatë, vlen të theksojmë që këto rregullat e reja i përkasin vetëm zonës Schengen, pra nuk janë të aplikueshme për zonën pikat kufitare pra në Moriqian, në Hanin e Hotit apo në pikat kufitare mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, për shkak sepse këto dy vende pra fshinjet tanë nuk janë në zonën e Bashkimit Evropian, në zonën Schengen. Pra bëhet fjalë vetëm për le të themi udhëtimet që qytetarët shqiptar pra nisen nga Rinasi drejt vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat janë në zonën Schengen, apo në pikat kufitare mes Shqipërisë dhe Greqisë. Të paktën rregullat e reja të Bashkimit Evropian, ashtu siç e lajmëruar edhe më herët, bëhet fjalë për eliminimin e rrezikut që disa qytetarë shqiptar pra mund të përfitojnë duke shkelur afatin kohor të qëndrimit të tyre në zonën Schengen më shumë se 90 ditë brenda 180 ditëve të lejuara. E qartë. A pritet Esido që të ketë le të themi radhë sa i përket qytetarëve shqiptar aty ku në fakt gjithë ata që do të marrin përsipër për të udhëtuar këtë ditë? Po Flori, pritet që të ketë një radhë të shtuar të paktën në momentin që ata do të mbërrinë në vendin Schengen, të paktën disa prej nesh kanë udhëtuar gjatë muajve të fundit drejt zonave të ndryshme të Evropës, të cilet janë përballur me vonesa në momentin që kanë mbërritur dhe janë le të themi nënshtruar sistemit të ri të verifikimit elektronik tashme në zonën Schengen, e cila merr disa minuta më shumë kohë le të themi se sa vulosja pasaportës dhe kontrolli i cili ka vijur deri në këto momente për të aplikohet nga zona Schengen. Megjithatë, kjo është bërë ditur dhe ditën e djeshme përmes një njoftimi nga Ministria e Jashtme, ku është lajmëruar që qytetarët pra duhet të kenë të nisen pak më herët për të përfituar, kështu që mos të mbasin kohë. Megjithatë kjo do të ndodhi vetëm një herë, pra ky zonën Schengen. Ky lloj regjistrimi ka bërë ndodhur vetëm një herë dhe më pas do të jenë të lirë për të qarkulluar, besoj, pa vonesë. Po, për shkak sepse bëhet një herë të paktën manualisht regjistrimi i tyre në sistemin elektronik përmes shenjave të gishtave apo të regjistrimit të fytyrës dhe të pasaportës, dhe më pas do të jetë më lehtë le të themi kalimi i tyre identifikueshëm përmes sistemit elektronik në zonën Schengen, ku çdo qytetar tashmë do të jetë i regjistruar, ku do t'i numërohen dhe ditët e qëndrimit të tyre në zonën Schengen. E qartë. Mirë, si do të falenderojmë për të gjitha informacionet. Faleminderit. Faleminderit.